Kreu i opozitës shqiptare Lulzim Basha ka vijuar akuzat ndaj qeverisë gjatë vizitës që po zhvillon në Bruksel. Kësaj here, pa kënaqësi ndaj qeverisë Rama, Basha ja ka shprehur presidentit të Partive Popullore Evropiane Joseph Doll. Këto kritika duket se kanë gjetur mbështetjen e Doll, i cili ka bërë të ditur se do t'i kërkojë Komisionit Evropian të zhvillojë hetime për dhunën e ushtruar brenda parlamentit. Unë shoh fakte shqetësuese, ne do të kemi së shpejti një komision të ri evropian. Ne do t'i kërkojmë Komisionit Evropian të zhvillojë hetime të thella për sjelljet në kuvendin e Shqipërisë, sepse duke parë atë që ndodh në parlament dhe me disa persona që janë në qeveri, ngrihen shumë pikpyetje. Më tej, presidenti i Partive Popullore Evropiane i ka dhënë të drejtë opozitës në vendimin e saj për të qëndruar jashtë parlamentit, në kushtet kur në kuvend nuk respektohen të drejtat themelore dhe vendimet e gjyqësorit. Ka të drejta dhe rregulla që duhen respektuar. Nëse gjykata kushtetuese shpall vendime, ato duhen respektuar nga parlamenti. Nëse në gjirin e kuvendit nuk respektohen të drejtat themelore dhe sistemi i drejtësisë, atëherë nuk ja vlen të qëndrosh në parlament. Unë e njoh zotin Rama, kemi patur rastin të bisedojmë gjatë me të në një takim në Strasburg për çështjen e numërimit apo jo të kutive të votimit. Është zoti Rama që duhet të kishte treguar i pari shembullin e respektimit të së drejtës dhe të drejtësisë.